Përshëndetje. Atëherë, kemi një situatë e cila padyshim është zhvillimi më i rëndësishëm politik i këtyre kohëve. Erion Beliaj shkarkohet nga Këshilli i Bashkiakut, më saktë i shkon propozimi i kryeministrit për ta shkarkuar nga kryetar bashkia. Është një zhvillim politik i cili natyrisht që bie një ndryshim në jetën e Erion Belis, por bie një ndryshim edhe në strukturimin e Partisë Socialiste. Ca klane fuqizohen, ca të tjera dobësohen. Për diskutuar rreth kësaj teme, kam këtu dy kolegë. Kam në studio zotin Berandoni. Ben, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se vjen. Herë e parë për këtë sezon. Faleminderit. Gjithashtu edhe kolegun tjetër, Roland Qafoku. Landi, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, kënaqësi si për herë tani. Atëherë, po e filloj me Benin. Beni, e prisje këtë votim Grupit Bashkuar të Partisë pas rëshqitje? Patjetër. Dhe ka kodë në thënë që për mua më shumë lidhet me këtë konceptin e lirisë që është në demokracinë tonë. Më vjen keq ta them që atë që kemi kritikuar vazhdimisht tek njerëzit e Berishës, tashmë prej vitesh e hasim tek njerëzit e zotit Rama. Jo thjesht mënyrën se si ata u dorëhoqën mas gjatë verës, duke mos mbrojtur as tagret e tyre dhe respektin e qytetarëve të tyre për ata që kishin punuar. E kam fjalën, po nga ana tjetër dhe për aktin e djeshëm. Ka shqetësuar shumë mënyra justifikimit të tyre, ndërkohë që e njëjta kërkesë ka qenë përpara tyre prej muajsh nga pjesa e opozitës. Shqetësues është diçka, ajo që prej kohësh flitet, po që ne nuk mund të aprovojmë dot, që pas ka kanale në Partinë Socialiste që bashkëpunon kanë shumë mirë me Partinë Demokratike. Dhe për shembull, askush nuk e besonte atë maraton protestash të tyre para bashkisë. Ashtu siç askush nuk e priste që një moment... Ka pasur fjalë që ka pasur dhe sponsorizime për atë. Po. Dhe mbi të gjitha mënyrën se si ata e gjejnë gjuhën në këtë lloj forme, me njëri tjetrin, kuptohet, me diskurse elegante tani, sepse me në vitin 2021, pjesa më e madhe aty janë të shkolluar mirë, dhe që është më shqetësuesja, mënyra se si zoti Veliaj nuk jepet mundësia brenda tagrit ligjor që të paraqitet në Këshill dhe të paktën të dëgjohet. Kam frikë se aty ishte trigu ligjor që njihej si përfaqësim i tij në bashki dhe zgjatej 3 muaj të tjerë historia. Patjetër, por shikoni diçka, ju e dini shumë mirë, edhe kushtetuta, edhe ligjet, edhe rregulloria e brendshme që është në bashki, është leximi direkt për sa i përket kushtetutës, i ligjit, i amendamenteve dhe tjera, dhe është ai leximi i cili bëhet në frym ose në moral. Për shembull, kjo i ndodhi Kosovës tani, që shpjegimi është shumë i thjeshtë, që ata për 1 muaj duhet kishin parlamentin, kryesin dhe duhet bënin gjithçka. Sa i përket zotit Velia, gjitha këto janë kaluar. Në mendimin tim, zoti Velia ka kohë që e ka mbyllur pjesën e vet politike që në momentin kur u mor pas hekurave, aty pash që fuqia e tij ishte shumë e pakët nga ajo çfarë mendonte. Që nga momenti që u arrestuan. Po, ka ardhur keq për diçka që edhe individë të tillë që janë në pushtet, që njohin kulisat e pushtetit, që kanë përfituar nga pushteti, që njohin rrymat e brendshme shumë më mirë se sa ne, sepse ne nuk jemi atje, nuk tin të orientohen tashmë në pjesën autokratike të zotit Rama. Ky është shqetësim shumë i madh dhe për individët e tjerë që janë aty, dhe po ta keni parë me kujdes, leximi është në asamblenë e fundit, ne nuk kishim individ Partisë Socialiste, ne kishim qyqar të Partisë Socialiste. Unë mendoj që me rënien e zotit Velia nuk ka më figurat spikatura përse janë që qoftë mund t'i bëjnë pak hije. Kam përshtypjen që edhe zoti Velia nuk mund të quhet më i spikatur në vitet e fundit. Jo, ishte i spikatur nga pamje mediatike, por
politikisht u pa që nuk kishte. Unë mendoj që qoftë zoti Rama, qoftë zoti Berisha, nuk mund të lënë asnjë individ, qoftë në politikë, qoftë në shoqërinë civile, qoftë në disiplina të tjera, që u bëjnë hije të madhe aty. Se më bëri përshtypje që shoqëria civile ishte në unison për të që ky edhe mos fliste le tikte, më bëri përshtypje. Për arsyeën e vetme që një pjesë e madhe ju e dinë e shoqërisë civile ka qarqe që shkojnë me buxhetet e nga diku e marrin korrentin që mbahen në këmbë. Dhe t'ju them diçka që personalisht e kam hasur ke UNESCO. Kur dorëzohet liria në këtë lloj mënyre, e gjithë gjendja e vendit kthehet në qesharake, individi kthehet në qesharak dhe i përdori dramën, përdori një lartësi drame shumë të madhe që ne shikonim si gjë të absurdit, pa është tamam çfarë bën individi. Dhe ne për shkakun se s'duhet i marr kohën landet, ti në socializëm e kishte të përçezuar që nuk duhet të kalojë vija të kuqe. Po në atë kohë më beso, sepse ne jemi të tre në moshë madhore, faqja e dytë e zërit të popullit ka pas kritika shumë më të mëdha se sa ka sot. Ka pasur reagime shumë më të mëdha se sa ka sot. Sot nuk ka më reagime, ti mund të flasësh, po ti nuk dëgjohesh. Ndoshta jo mediatike, por në të kuptoj. Ne kemi liri fjale, por ne nuk kemi pjaca bënte të vetën. Ne nuk kemi më liri dëgjimi. Ne nuk dëgjohemi më. Dhe shikoni ku përfundoi Ilir Beqja, ishte njeriu që bënte programin e Partisë Socialiste, koka e tyre. Shikoni Erion Velin, shikoni individ të tjerë që tashme janë kthyer thjesht numëror burgu, por as pak pjesë e asaj. Landi, një karrierë politike e mbyllur, besoj, apo jo? Po, në këto momente, ne na shkon tani këtë të themi, këtë mendojmë që karriera e zotit Velia është e mbyllur. Por unë gjithmonë lë një hapësirë për këtë lloj, jo vetëm për zotin Veliaj, e them këtë sepse historia gjithmonë përsëritet dhe të paktën në PS, në fakt e kisha fjalën në PS, u mbyll si histori. Po, nuk mund të them, e di pse tani, sepse historia politike e Shqipërisë është e tillë që shoqërohet shpesh edhe nga ngjarje të paparashikuara që askush nuk i ndalon dot, dhe si e tillë mund të themi edhe për zotin Veliaj, ndoshta se kjo është një hapësirë shumë e vogël për hir të vërtetës. Ne kemi raste të tjera që nuk ne ka marrë kurrë mendja, edhe pse nuk ka analogji, që edhe zoti Nano kur ishte në burg thoshim që kjo punë mori fund e tjera, por nuk ndodhi ashtu. Nuk dua të bëj paralelizme me zotin Veliaj, sepse janë dy ngjarje shumë të ndryshme në kohë të ndryshme, por jam i prirur të them që edhe për shkak të studimeve të mia tani që ngjarjet e paparashikuara në politikën shqiptare përsëriten her pas here dhe sjellin pasoja politike që nuk i parashikon dot askush. Okej. E parashikoje këtë votim unanim ti? Më duket se vetëm ai Fabian Topollai Bindjes Demokratike, vetëm ai votoi kundra. Jo, dhe dy individ të Partisë Socialiste që Gazet Paja mori pjesë. Paja ai mori kandidat që ka qenë dikur kandidat, ai djali i tim, edhe ai votoi kundër, edhe Aldo Merkoçi. Edhe Aldo nuk ka marrë pjesë. Jo Zela Koka nuk shkoi fare. Pra kemi 3-4 persona tani që bën një akt të paktën morali dhe karakteri, ndërsa pjesa më e madhe nuk bëri asgjë përveç se zbatoi urdhrin, por unë them që vjet në zbatim tani ajo e Machiavellit që është më mirë të kenë frikë se sa të duan, dhe zotin Veliaj e deshën për të vërtetës, por tani mund të themi me plot gojë që më mirë ta kishin frikë se sa ta donin. E qartë. Kemi nisjen e një betejë nga ana e Veliajës, i cili thotë që do ta çojë në kushtetuese. Madje avokatët i thonë që do ta çojmë edhe në Strasburg. Si shikon ti këtë? E shikon si një luftë të shpallur me Edi Ramën?
Sepse tashmë kjo nuk është më... Po, për ty Landi, tashmë kjo nuk është më çështje procedurës, është më pambarësi se paraqitet si teknikalitet. Kjo është shpallja një betejë. Është një betejë, po përsëri nëse shikon tani nuk zoti Veliaj nuk del hapur, qartë, prerë kundër zotit Rama. Pra ka një edhe aty ka një hapësirë që është edhe kjo në stilin e Veliaj. Ne kemi një përplasje juridike. Shiko, po m'duket si Beqir Ballu, që kur para tokës fushkatimit tha, a e di dhe shoku në verë që po fushkatohen. Kemi raste në histori. Fiks fare ajo përsëritet, prandaj them që përsëritet historia. Dhe në raport me zotin Rama është është një rregull tashmë që çdo kush që do ketë qoftë edhe një konflikt të vogël është i përjashtuar, është i dal nga politika. Në PS sot mund të jetë gomarë, qeveria tregon që ka një tuf gomarësh aty brenda, por nuk lejohet të kundërshtosh. Është më e keq se sa kjo të kundërshtosh. Rasti Veliaj, pra kjo që po i ndodh Veliajt, ka krijuar tashmë në Partinë Socialiste një lloj terrori politik që s'ka shans askush të mendoj kundër zotit Rama. Pse? Sepse nëse vëre tani thon aty që zoti Rama ja bëri këtë zotit Veliaj sepse ai donte t'i zinte vendin. As i ka shkuar ndërmend zotit Veliaj t'i zër vendin Ramës. As i ka shkuar ndërmend, them unë. Nuk e mendon njëri. Që zoti Veliaj të mendoni që kur largoi Rama si kryeministër dhe sekretari i Partisë Socialiste, ti ishte ai pasardhësi, kjo po dhe kjo është normale për Ramën. Por që ti shkonte zoti Veliaj mendja që të largonte Ramën dhe të bëhej vetë kryeministër, mua unë se mendoj këtë gjë. Me që nuk e mendon ti, ka të tjerë që e mendojnë në fakt, po. Beno. Po. Të njëjtën pyetje kam edhe për ty, përsa i takon situatës në kampin socialist, mbas kësaj ndodhje. Po. Do kemi edhe pastaj një qeverisje 4 vjeçare të rahatshme të Ramës pa pasur, se nga opozita u mor vesh, është pallariu, domethënë kanë mbetur vetëm ca kokra byk, domethënë as kokra s'mund të quhen, po janë thjesht byk. Unë do të lexoj fillimisht qeshen tuaj si ironi për situatën ku jemi. Është një situatë e cila më shumë se kujdoj dhëm njerëzve, të cilët jo thjesht duan vendin e tyre, po duan dhe një sens politik e cilat na tregonte në nivelin asaj pjese të integrimeve europiane që po thot zoti Rama. Në fakt vërtet jemi shumë larg. Dhe çfarë e bën më të dhimbshme të gjithën është që qasja politike e zotit Rama tashmë jo thjesht është autokratike, po merr element despotik. Ju përmenda pak më përpara momentin kur ai foli në Asamblen Socialiste. Despotizmi është diçka larg që duhet të reflektohet në këtë turma. Ne kemi liri, mund të ka element, por ky është një lloj despotizmi demokratik. Sepse atë që po bën dhe Orban në Hungari është gati e njëjta gjë. Atë që po bën Vučić. Jo, në duke. Atë që po bën Vučić. Apo ka më tepër po tenton të krijojë një opozitë Orbani. Nuk po krijon më. Nuk do të krijojë. Dhe nuk i bën përshtypje që të krijojë. E njëjta gjë ndodh me zotin Vučić. Të them diçka, kam qenë deri të hënën, kam qenë në Beograd. Dhe të më thëmë prisja që kjo pjesa e paradës kishte diçka tjetër. Në fakt, ishe zgjidhur një mënyrë të tillë që për qytetin të ishte diçka fare zakonshme. Në qytetin nuk ishte i bllokuar. E kishin zgjidhur në një vend tjetër. Pse u thash këtë? Sepse nuk pash as reagim të opozitës. Nuk pash as reagim student, vetëm në një cep ku nuk ishte kamera. Dëgjova që një pjesë e studentëve kishin goditur forcat e tyre ushtarake me gjëra me ngjyrë kaq, po që i kishin neutralizuar me njëherë. Pse thash këtë?
E thash në sensin që... Kishte një lloj apatie të publikut, do të thua. Ka një lloj apatie. Dhe kjo apati tek ne është nga gjërat më të trishtueshme. Shumë me Landin tani që jemi gazetar vjetër. Kam idenë, Beni, më fal që po bëj bashkëbisedim. Kam idenë që është e njëjta situatë. Domethënë pushteti ka problemet e veta, por opozita është akoma problematike. Patjetër, sepse gjithmonë më shumë opozita shikon që pjesa e pushtetit tashmë është detyrë, nuk është më mision. Që do të thotë më përpara, nëse mendon që është mision, ti jep element idealizmi brenda, sakrifikon. Ne flasim për opozitën tonë, ata janë shumë më të pasur se njerëzit e opozitës. Po dëgjosh tani, ti shikon njerëzit e Partisë Socialiste që ankohen kudo. Ti shikon njerëzit që kanë pas lidhje me të majtën që s'kan punë, që kërkojnë punë. E kjo është një paradoks shumë i madh. Por hidhemi tamam tek tema jonë. Po mendoj që Zoti Velia është para një udhkryqi shumë të vështirë, sepse detyra më e vështirë e tij. Ky është make-up që po flasim ne. Kjo që do ndjeki pjesën kushtetuese, pastaj që do shkojnë në Strasburg, të njëjtën gjë thot dhe Zoti Meta. Ndërkohë që Zoti Meta di shumë mirë që shoqja e ka fundosur. Ashtu si nga ana tjetër, ne dim shumë mirë që për shkak edhe të sensit as pak të mirë të spakut, të PR-it tyre as pak të ndershëm, por nëse ato akuza provohen, megjithëse unë jam asaj që ne duhet të respektojmë prezumimin e pafajësisë, Zoti Velia jo të drejtohet në Strasburg, po të marri Trumpin në vinë Tiranë dhe nuk ka çfarë të bëj. Dhe këte kanë kuptuar shumë mirë njerëzit që Landi përdori, me të drejtë përdori një metaforë, po në rastin e tyre është që Zoti Velia i mbante me pjesën të themi, as me pjesën e frikës, as me pjesën e kësaj, i mbante me pjesën e pushtetit të pamas që kishte. Ndërsa tash ata e kanë parë që janë pa busur. Që po rezulton pushteti dhuruar nga Edi Rama, jo i fituar. Patjetër. Zoti Rama i ka, nuk e di fjalën italisht të përkryer, që është kjo që ti luan me, është kjo me kukullat e famshme. Buratinaj, po. Kjo është ajo që po bën Zoti Rama. Por besoj që kjo në një moment, kjo do të kthehet patjetër Zotit Rama. Sepse kur mendon për shembull atë që bëri ministri i drejtësisë ndaj Erion Velis, ata shpërsit pa mas, ndërkohë që ti e shikon përballë individëve të tjerë që ti nuk e ke këtë lloj shpërsie. Ata shoqëronin një nga kriminalet më të mëdhenj të Shqipërisë, paçkase është i mbrojtur me eskort për të bërë kontroll. Ti kontrollon, ti çon njëri tjetër, domethënë që s'ka çfarë të bëjë më, vetëm kufizoj atë pjesën e telefonisë kështu dhe po shkon në spital, nuk po shkon drejtë më. Dhe janë rregull. Ndërkohë që ti shoqëron njëri të krimit, e shoqëron me gjithë benefitet e zakonshme, sikur ti nuk e di çfarë. Dhe gjitha këto jo vetëm ai, po dhe individ të tjerë, për shembull ish ministra e bujqësisë që nuk i hyn gjëm në këmbë. Ministrat e tjerë kene. Nuk e di për shembull zonja... Ministra e bujqësisë u bë probleme edhe në Bashkimin Evropian. Patjetër. Menaxhimi që i bëri. Ndërkohë ministrja që ishte turizmit, zonja Kumbaro, nuk di se si do justifikohet me atë pikën që thotë ke zonat e mbrojtura. Nuk di çfarë do thotë për Vjosën e tjerë. Ti qëndrojmë... Do i qëndrojmë kësaj, patjetër. Dhe po them, Zoti Velia ka kohë që ka humbur betejën. Dhe kjo shmangje e vëmendjes ke Zoti Velia tash është një shmangje nga probleme shumë të mëdha. Ti për shembull, më falni, ju personalisht keni logjikë ekonomike më të mirë se time. Po besoj ju ka trandur ajo që keni dëgjuar pak orë më përpara, që 0.9 e fuqisë punëtore shqiptare me të njëjtën periudhë rezulton e ikur. Të tiki për një vit 0.9 e fuqisë punëtore, nuk di se çfarë them. Kjo realisht duhet trembi. Zoti Rama flet për një fakultet tjetër mjekësie, ndërkohë që Shqipërisë ikin për vit 350 doktorë dhe ne nuk kemi shumë. Ne nuk kemi shumë drejt që e mori tani. Dhe gjitha këto janë ato të cilët nuk e bëjnë më diskursin ta çojnë ke problemet kryesore. Po ti shkon për shembull dhe shef atë idiotizmin, po të them,
protokollar që bëri deputeti PD-s që çonte një diçka sot e thoshte ky është buri i diellës e kështu. Çfarë janë këto? Opozita ka kohë që është e dështuar edhe në si skenaristë e kuptoj shumë mirë, por një pjesë e madhe e shqiptarëve që nuk arrin të artikulojnë dot mendime të mëdha ose të themi të krijojnë atë mendsinë për ndryshim, të paktën thonë që votën që u dhan këtyre njerëzve të bëjnë diçka. Reagimi i tyre është reagim shumë më i dobët se sa një legjislaturë të kaluar. Dhe gjitha këto tashmë e kanë shpangur me vëmendje ndaj zotit Velia dhe zoti Rama ka bërë një gjë në mendimin tim shumë negative, pa e pritur këtë procesin e zotit Velia, që është zhvleftësimi pa kufi i njerëzve të Partisë Socialiste. I zvetnoi gjatë verës, i zvetnoi dhe tash. Okej, më lejo të them diçka që në përgjithësi çmimi nuk është ai që të vend të tjerët, është ai që jep ti vetes. Kështu që edhe në Partinë Socialiste, nëse i ka zhvlerësuar Rama, nuk është faji Ramës, është atyre që i kanë dhënë atë çmim vetes tyre. Po t'ju them një element po më lart. Ka zvetnim morali dhe zvetnimi moralit nuk ka nevojë për çmime. Është shpirtëror dhe më besoni që nga dje njerëzit kanë një neveri shumë të madhe për njerëzit që i përfaqësojnë në bashki. Dhe fundit tanë që do e them. Unë jam djalë. Që nga i fryrës. Jo, jam e di për çfarë tanë, më beso. Më fal Landi që të mora kohën. Po shmangë shumë nga tema, me gjithë dhe vazhdoj. Më ka shqetësuar faktit dje kur flitesh për zotin Velie. Ju e dini që këshilltarët bashkiak të qyteteve, sidomos të kryeqyteteve, janë personalitete. Unë kam parë njerëz dje as të veshur mirë, as që dini të artikulonin, po që rinin si bufa. Dhe nga ana tjetër, mënyra se si përballeshin me një çështje që për ta duhet çështja e jetës është zero. E llogaritani në qytetin që është kryeqyteti i vendit tonë, qyteti i parë. Imagjino sa mbon në Koloj, thotë për shembull, ku është ai kryetari i bashkisë. Landi, shikoj një pyetje. Kjo është kuriozitet, është një lloj shmangje nga tema. Heqja e Ulsi Manjës nga ministër drejtësie, i cili e priti me një grimas habie, i ngriu buzëqeshja në buzë, mund të quhet më eksakt, ja vërtet kur nuk u vu më ministër drejtësie. Po s'ka lidhje me trajtimin e egzageruar të keq që i bëri Erion Belis. E them këtë nisur nga fakti që edhe si kur ta marrin që gjithçka është një skenar i Ramës, harriti në atë pikë sa i tha Olsi ja bashkë pur, se e qelbe fare kështu si po ja bën. Në qoftë se ne i quajmë të gjitha veprimet e zotit Manja gabim, do të themi që i ka bërë pravakurrizit e Ramës. Kërcet pa kjo tani. Ai sigurisht u habit sepse disa ditë më parë, nëse të kujtohet, u mbajt një konferencë për drejtësinë dhe ishte në mos gaboj 24 orë se 48 orë përpara shpalljes së qeverisë. Edhe Rama nuk se kishte dalë me ndonjë ministër në krah. Dhe aty ai duket sikur mori garanci që do ishte ministër, të paktën në aspektin publik dhe me një dalje të tillë. Por shkartisja që bëri Rama të qeverisë tani ishin të tilla që nuk se kupton që kë do Rama, kë nuk do, kë është i detyruar ta mbaj, kë nuk është i detyruar ta mbaj për hir të ndonjë jo frike të Ramës, por në një kompromisi, ndonjë, po themi zhvillimi të tillë që Rama vetë gëlltit, sepse mos harrojmë tani, Rama ka thënë që asnjë ministër nuk do të qëndrojë shumë se 5 vjet, se e ka thënë Rama këtë. Po. Aty, për shembull, janë disa që ai i mbajti, për shembull Zonja Balluku e ka kaluar këtë. Që nga dyshi Ramës. Se për në bakim më lartë nuk i shkon shikimi, po numri 2 saj ka më tepër se sa 4 vjet. Po pra, do të thënë Zonja Balluku. Ai e ka thënë vetë, kështu që shkartisja e ministrave që bën Rama është e tillë që habit çdo kënd dhe vet ata aty, sepse aty nuk diskutohet, aty nuk po themi i merret mendimi dikujt që do ta bëj ministër, po ata siç u shkarkuan aty në atë mbledhje që e pam dhe ne live, ashtu e mësuan dhe ata live, edhe shkarkimin, e shumta zoti Rama mund të ketë bërë biseda paraprake me Visalën, për shembull mjekën etj dhe ndonjë tjetër.
Po jo se ka bërë bisedë Rama me një ministër aty që u bë për herë të parë ministra, jo aty e dëgjoj. Nuk ka ndonjë diskutim në këtë drejtim. Kështu që dhe zoti Manja që ato që thot zoti Velia i shkelje të drejtave ishin të tilla që edhe opozita, e theksoi këtë opozita, mbajti anën e zotit Veliaj, Sot mund të themi që jo vetëm janë tepruar, por kur të kalojnë akoma më shumë kohë, çdo kush aty në qeverisi do ndihet i turpëruar për ato veprime, sepse është tjetër gjë arrestimi, burgimi etj, po është një tjetër shumë e rëndë të trajtosh keq një person, aq më tepër kur ai është politikan, kryetari i Bashkisë Tiranës dhe i familjes tënde politike. Kjo është akoma e rëndë, sepse e bëri zoti Manja këtë gjë. Përgjigjja e kësaj pyetje është hajde ta kuptosh ti, ai ka shërbyer dikujt aty në PS që është nxitur, që e ka nxitur? Domthonë janë disa të panjohura që sigurisht ne nuk i dimë dhe kemi si ti dim, por që ekzistojnë. Mund të jetë edhe variabli që Manja ka dashur të bëj qefin dikujt në PS me këtë trajtim që i ka bërë Velia dhe që s'ka lidhje me Ramën. Po pra, nuk duhet ta vrasësh mendjen shumë se kujt, po. Landi, kemi një situatë ku tashmë mund të thuhet që i vetmi klani i fuqishëm në aty ka mbetur klani Balluku, njerëzit e Ballukut. Sepse urëzua klani Tahiri, vajti vite i urëzuar. Urëzua tashmë edhe klani i Erion Belis, ka mbetur vetëm klani i Ballukut, e cila, në thënë të drejtën, tashmë duket që është një ndër njerëzit më të fuqishëm të shtetit, se pushtetin vazhdon e ka Rama. Mendon që, do më thënë, karriera e Belis në të ardhmen do shkoj drejt një përplasje me Ballukun, apo je gjithmonë i mendimit që do luftohet që ky të marri dënimin maksimal, të dali jashtë loje, sepse 7 vjet në burg është një periudhë kohe shumë e vështirë për tu rikuperuar politikisht. Unë mendoj tani që situata aktuale nuk mund të parashikosh ndonjë gjë që vlen në këtë që ti the. Se ti përmende Nano, no? Po mos haro që Nano ja kishte mbrapa një parti e cila çdo javë bënte demonstrata, ndërsa neve pam që mjafti u shua si kripa në ujë, se ekzistojnë më. Po, sepse e donin Erionin, por nuk e kishin frikë. Janë dy gjëra shumë të ndryshme. Dhe po thoshaj që vërtet zonja Balluku, siç e thatë ju, është shumë e pushtetshme në këtë kohë, edhe në aspektin politik dhe ekonomik, sepse menaxhon pjesën më të madhe të parave nga gjithë ministrat, por dhe është i vetmi, me të drejtë ju thatë është i vetmi klan tashmë që ka mbetur, por nëse bëjmë një analogji, nuk ishte më të fortë se Beqir Balluku në momentin mbas asaj besikërie që ai tregoi kur Enver Hoxha ishte në Moskë. Dhe din gjithë historinë. Zonja Balluku duhet të nxjerrë mësime nga historia e ke fjalën. Ndoshta zonja Balluku nuk e lexon fare historinë dhe zotja di, por unë si studius i historisë them që historia përsëritet, nuk rimon. Trumpi thotë që historia si dramë dhe herën tjetër si komedi, thon. Pastaj nëse bëhet diçka për të qeshur, kjo nuk e di, po them në Shqipëri nuk para ka pasur komedi në dramat, në histori të këtij lloji, ka pasur drama. Kështu që nuk e shikoj në momentin tani që një politikan ka arritur të grumbulloj shumë pushtet, ka qenë shumë i frikshëm ai pushtet, për vetë politikanin dhe i dëmshëm. Kështu që nuk e shikoj për momentin gjithë thonë fitoi zonja Balluku dhe e shikoj që edhe politikan, ndoshta asnjënës brenda PS-s, tashmë përenditen në krah të zonjës Balluku, por nuk dihet se ose po i shmangen, kanë kujdes që do më thënë ajo trajektoria e tyre mos ketë një përplasje me Ballukun. Atëre kjo është një shenjë frike. Dhe frika, besoj në PS, është shtrirë më shumë se sa dashuria.
Unë do mendoja se është mandati 4. Në mandatin e 4, kushdo të ishte, do kishe një qeverisë do ketë shumë vrima, shumë probleme. Atëre çfarë po ndodh në Partinë Socialiste kur askush nuk flet, askush nuk kundërshton, askush nuk mendon madje. A ka ndonjë ministër tani që sot ka krijuar një profil të tillë politik që ne themi që prit se ka një autoritet. Përkundrazi. Aty të gjithë ti je një lëçitës i historisë. Po, një variant tjetër. Ti je një lëçitës i historisë. Mirë po unë mendoj që disa personazhe politike arrin në një moment, në një rrugtim të tyre, ku nuk mund të kthehen mbrapsh. Do me thënë, udhëtimin e zonjës Balluku unë e shikoj ose që do shkoj në një përplasje me Edi Ramën, do t'i kërkoj pushtetin, ose Edi Rama do detyrohet ta eliminoj më përpara që siç mendohet që ka bërë me kundërshtarë të tjerë përpara. E shikon ti këtë mundësi? Shiko, në kushtet aktuale tani, unë mendoj që as zonja Balluku dhe as kush nuk mendon të zvendësoj Ramën, pra ti thotë Ramën dhe ikti se do vi unë. Dhe aktualisht, edhe zonja Balluku dhe ndonjë tjetër që ne me të drejtë i the s'kam Iku Velia, s'kam më figura që synojnë të jenë suksesor të Ramës. Ajo tashmë është një pyetje që kush do jetë, a do jetë zonja Balluku pasar se zoti Rama në krye të partisë dhe të qeverisë? Në këtë moment ajo është e frikshme ta bësh këtë gjë për zonjën Balluku. Ne duhet të shikojmë të kaloj më shumë se sa gjysma e këtij mandati që të kuptojmë se ç'po ndodh. Pse? Sepse unë thash ka një nuk e thon vetat apo janë të terrorizuar brenda Partisë Socialiste. Është larguar nga politika, është në burg, njeriu që ata besonin kishin bindje që kur ti Rama e Rëve Velia do jetë pasardhësi. Ai s'është, atëre a mund të ketë dikush tjetër PS-ja që ta zënësoj Ramën? Thonë, prit thot mos merrni me këtë gjë se Velia është në qeli tani, duhet të kemi kujdes. Prandaj them që duhet kalojnë 2 vite nga ky mandat, pra më shumë se sa gjysma, që ne të kuptojmë që çfarë synimesh ka. E vërteta është që sot është numri 2 është zonja Balluku dhe nëse ne do bëjmë sot, unë kam pas bërë dikur 10 politikanët më të fuqishëm të Partisë Socialiste, më me ndikim e tjera, sot zonja Balluku është numri 2. Përpara 5 viteve ishte në këtë 10, por nuk ishte numri 2, numri 3, numri 4, nuk ishte fare, ishte ende nga fundi. Domthon ka ndryshuar ka shumë rrjedha Partia Socialiste. Megjithatë, zoti Rama vazhdon sa i tha dhe mandatin e 5-6, tha po. Sa atë të 6-in tha pa mua. Është akoma në gjendje ti presi kokën çdo pretendenti. Beni, Qartë. ti si e shikon? Të paktën 4 ministra janë sponsorizim direkt i Ballukut aty. E shikon Ballukun mbas rënies së Erion Belis prej dorës së saj, prej çon si ka. Thjesht Velia i hapi rrugën kësaj, me rënien në burg ju hap rruga Ballukut. Për të qenë pa konkurrent, të paktën për të qenë poshtë fronit të Ramës, për t'i bërë duan Ramës. Besoj do pësoj atë që pësoj zoti Velia në momentet kur të themi kulti zotit Velia filloi të ngrihesh. Zoti Rama arriti të bënte atë që... Mos harrojmë që kjo nuk është zoti Velia, edhe për sa i përket gamës së njerëzve që njeh, të bardhë të zi. Po, këtë po e them që në momentin që zoti Velia u përpoj, zoti Velia kishte qasje tjetër. Mundohesh me qasjen e huaj, qasjen brenda vendit, një pjesë krejt tjetër. Ai arriti ta neutralizonte dhe mbi gjitha t'i tregonte që Partia Socialiste e viteve të fundit ishte pjellë e tij. Dhe këtë pjellë nuk mund t'i afrohesh njëri që vinte nga një partisë dhe që më shumë kishte bërë fjalë se sa punë. Ndërkohë që nën këtë hija i tregoi që do jepte mundësinë që ky të punonte. Dhe mënyrën se si është sjell zoti Rama me zotin Veliaj, në një farë mënyrë, unë besoj që kur t'i vi momenti zonjës Balluku ka përqenë shumë e ashpër. E para, sepse zonja Balluku ju keni të drejtë që njeh të gjithë këtë pjesën nga të dyja botët, të themi,
Por zonja Balluku është si një mish i huaj ke Partia Socialiste. Dhe në qoftë se ata nuk përtypën dot Velien, i cili solli një frym të re dhe modernizoi të paktën make-upin e Partisë Socialiste, nuk mund të marrë një individ si zonja Balluku dhe sepse unë shikoj diçka që i mungon Ballukut, i mungon profili politik. Po i mungon dhe karizma. Dhe Partia Socialiste, keni parasysh, ka nevojë për karizëm. Çdo lider ka nevojë për karizëm. Patjetër. Dhe zoti Rama i ka treguar që deri tani të gjithë paraardhësit e tij, domethënë, ai ka arritur t'i kaloj, po them, në postën e kryeministit, edhe zoti Nano, s'po them për Pandeli Majkon, që është një personazh shumë i brisht, shumë i avash, shumë i mefshët e tjera. Zoti Meta ishte ai që ishte, por të paktën me atë nivel kulture që kishte, nuk e përballonte dot këtë pjesë kulti që ka ngritur zoti Rama. Kjo ndërmarrje që thoni ju e zonjës Balluku është një lloj diversioni edhe për ne në këtë kohë kur nuk ka tema. Për mua zonja Balluku është në momentet e fundit. Unë nuk besoj që do lënë. Domethënë ajo Balluku po lufton për të qenë numri 2, si më thënë. Po lufton për të mbajtur numrin 2. Po keni parasysh që për numrin 2 ka për të luftuar shumë edhe zonja Spiropali me kalimin e kohës. Niveli servilizmit të saj, niveli përshtatshmërisë së jashtme sikur e shmang pak nga i ka prekur të gjitha strukturat e shtetit. Mos harroni që zonja Spiropali ka marrë çdo lloj forme që i ka dhënë zoti Rama. Ndërsa zonja Balluku ka mbajtur një lloj profili që është i prekshëm, i cënushëm dhe mbi të gjitha nuk e përball dot peshën e ministrisë ku mban, dhe është lehtësisht e cënushme nga zoti Rama. Por kam përshtypjen që zoti Rama po e mban një lloj forme të tregoj që edhe brenda ka një lloj, të themi, tensioni, sepse duhet të kesh një lloj tensioni në parti. Nuk duhet ta lësh partinë që të fle. Duket sikur zoti Rama ka lindur me Machiavellin poshtë kokës, sepse i di shumë mirë këto marifete. Dhe edhe Landi mund ta shpjegojë shumë mirë. Analogjia deri diku shkon me të ndjerin Beqir Balluku, se ai nuk ishte në një nivel kulturor të madh, por ndryshe nga zonja Balluku, mos harroni, ai ka qenë komandanti i guerrileve të Tiranës. Dhe ai ka mbajtur luftën në Kurris. Ai keni parasysh, të them një element tjetër, keni parasysh në kohën e tij ka takuar dhe ka folur me personalitetet më të mëdha të botës, ndërsa zonja Balluku ka shumë mundësi, ka takuar shumë më tepër njerëz se i ndjeri. I mungon nuk e ka aspektin intelektual. Aspektin intelektual, të kaluarën që mundohet ta fshehë vazhdimisht, e të tjera. Zoti Rama këta i ka kthen prapë që ju thash pak më parë, i ka si buratin, domethënë, i luan si ti doj qefi. E ti kush është shqetësimi më i madh i socialistëve tash? Çfarë lloj argëtimi do gjej zoti Rama për të ardhmen? 4 vjet që mirë. Për vitet që vinë. Dhe unë shikoj për shembull edhe në panelet ndërkombëtare, e pash me një kolegun tim austriak para disa orësh. Më ka çuditur sepse ai jo vetëm e qesëndistat, ai është një nga gazetarët më të vjetër të ORF-s austriake në Ballkan dhe është korrespondenti i tyre në Ukrainë. Pa i fliste në një mënyrë sikur ai ishte çfarë them unë ty, si gazetari i fundit, kështu, nuk i bënte përshtypje asgjë, dhe ky ishte kryeministri i Austrisë, nuk të them dot se do bëhesha qesharak unë, po të thosha i Francës ose ashtu, po si kryeministri i Austrisë. Me një siguri të jashtëzakonshme, me kështu, ndërkohë që secili prej nesh po të jetë përballë, ai nuk do na begenisi. Po kemi disa pyetje që e dim që do e kaloj bështyma këtu, ato që thash pak më parë. Prandaj njerëz si Balluku dhe të tjerë që nuk kanë fuqi për të folur për problemet kryesore të vendit. S'ka problem, Balluku nuk e ke parë që s'ka asnjë përballje me median, asnjë madje e intervalencave ju shmanget. Po, me çfarë kam parë artikulimi saj lë shumë për dëshiruar, nga ana tjetër, ai nuk do të japi përgjigje mirëfilli për problemet energjetike të vendit, që me ato dy anijet e famshme që rinë akoma atje, të ardhmen e energjisë tonë,
pjesën e rinovueshme si do menaxhoj Shqipëria tregun e përbashkët me Kosovën, që më vjen keq është shmangur komplet debati për Kosovën në gjithë to. E njerëz si Balluku nuk e përballojnë dot. Nuk e përballojnë dot. Prandaj zoti Rama ka një mandat, besoj të qetë, në mos larg qoftë që edhe vendi jon të jetë pjesë ndonjë të papritura. Unë besoj që Kosova do ketë papritura në muajt në vazhdim. Do flasim. Landi, do doja të preknim pak edhe temën ndërkombëtare. Besoj që 40 minuta ishin të mjaftueshme për Belinën dhe do doja të preknja pak çështjen e OKB-s. Pam një Trump i cili lëshoi fraza nga i herë si me qenë Fred Çakoja, pastaj bëri e kapi që nga emigracionit, e Covidit, e autizmit, po kjo tregon që bota është një çik në krizë. Munges burra shtetin, munges liderësh. Macroni që zihej në rrugë me policët, pse s'po lini të kalonte. Dhe ndërkohë, një botë autokratësh me Putinin, me Xi Jinpingin, që duket në një ngritje të frikshme, të pandalshme. Si e shikon ti një... Po, ti e ka për shumë bukur dhe bërë një panoram të liderëve botëror. Jo vetëm aq që Trumpit, po videoa më e shikuar sot në rrjetet sociale është ajo e një komediani Jon Stewart që komenton atë gafën e zotit Trump që ngatëron Armenin me Shqipërinë. Është hera e dytë dhe unë kam frikë se mos na e ka bënë synë për nejse. Dhe pyetja e tij ishte, dhe pastaj komentuesit imagjino se çfarë mund të kenë bërë, po pyetja e tij ishte, ore din gjë shqiptarët, sepse ai vuri dhe hartën dhe shkodën i tha sa larg është Armenia me Shqipërinë, tha, dhe shqiptarët tha din gjë, tha që janë në luftë apo jo, tha, e din shqiptarët, tha. Dhe përtej kësaj edhe jo vetëm ligjërimi politik tani, po edhe slengu i zotit Trump nuk mund të krahasohet me paraardhësit e tij. Hiqe Biden, se Bideni kishilluar nisën me gjindet. Jo thjesht ligjërimi, po themi kur mban fjalim, po edhe slengu. Unë mendoj që u pre te Clinton, u pre ajo burrave të shtetit që mund të bënin luftra, po edhe për të drejtat e njeriut siç ajo në Kosovë. Pra me Clintonin mbaroi periudha e burrave të shtetit, e humanistëve. Po edhe Obama vlerësohet në Amerikë për dalje nga kriza, ishte një krizë e bankave, nëse të kujtohen 2007, 2008 dhe ai dhe bëri një kapërcim, por në këtë aspekt sigurisht te Clintoni është ajo që janë futur në histori dhe do mbeten, kanë lënë gjurmë të thella. Nga ana tjetër ai ishte i avantazhuar sepse edhe Evropa nuk ka as Thatcher, as politikanë të tjerë të kalibrit De Gaulle, Mitterrand, apo dhe Italia me shumë politikanë të tjerë mbas luftës së dytë botërore. Dhe është i avantazhuar Trump në këtë drejtim. A imagjinoni që të kishte një Thatcher, Evropa, Britania, të kishte një politikan tjetër, çfarë do t'i thoshte Trumpit? Në këtë drejtim, këta konvergjojnë të gjithë, pastaj kur shkojnë në OKB, atje ne nuk shikojmë që të ketë ndonjë qëndrim të jashtëzakonshëm që të themi wow, sepse ka ndodhur një herë që një nga këta presidentët, mos gaboj, mbas luftës së dytë botërore ngatëroi vendi ku ndodhet Meka dhe duhet të ketë qenë Roosevelti, diçka e tillë. Dhe këshilltari i tha direkt aty, i tha nuk është në Turqi, i tha, është në Arabi. Tha këshilltari im, tha, prandaj paguhet, tha, që unë kur bëj një gaf, tha, ma thot mua, tha, dhe kjo ishte përpara njerëzve. Pra edhe kur kishte në një gaf të këtij lloji, presidenti amerikan e dini ta jepi shpjegimin dhe trishin dhe vetaj, por ne nuk kemi sot diçka që thot Trump, jo prit se Shqipëria është këtu. Madje kanë frikë se dhe atë
letrin që i është dërguar presidentit të Shqipërisë. Duhet dërguar gabim në adres gabim ajo nga zoti Trump. Kështu kam përshtypjen, mund të jem dhe i gabuar. Nuk e di tani çfarë mendon ti, po mund të jem dhe i gabuar. Shiko, un kam frikë se mos Armenia prish paqen me Azerbajxhanin, dhe Trumpi thotë, shiko, mi fusin ja 2 bomba asaj Shqipërisë me që prishi paqen, dhe këta duke pasur frikë ta kundërshtojnë, mund të na bombardojnë. Ne kemi dhe këtë traditë, 1 nga 1100 objektet e sulmit bërthamor në 62-shin të Amerikës ishte dhe Shqipëria. Besoj ti e di këtë dhe ka dalë kjo përpara 15 vjetësh doli kjo dhe kemi këtë traditë, jemi shënuar në një hartë në atje në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po përtej kësaj kjo sjell një situatë jo të favorshme për popujt apo kombet apo shtetet që janë në konflikte si Ukraina, por sidomos për ne shqiptarët për çështjen e Kosovës dhe gjyqi në Hag ka marrë për masa tani të tilla që ajo peshorja që nga duhet ta anonte sikur ka lëvizur dhe agresori tani po fërkon duart dhe po barazohet me viktimën, me popullin e Kosovës. Okej. Ben, Haga dhe Kosova. Ti e njoh si mirë. Po. Besoj shumë shqetësuese, më ka shqetësuar diçka personalisht që atë që shqiptarët e pësuan mbas luftës së dytë botërore, mitizimin e kontributit tonë dhe vënien realisht në pjedestal të njerëzve të cilët bën luftën. Kosova tregoi që ngritjen e mitit që bëri dhe për shembull zoti Jakub Krasni që është fajtor vet, në disa raste ka përdorur këtë pjesën e mitizimit e kështu, tash po u kthehet në bumerang. E para sepse pjesa e dëshmisë, pjesa e përballjes me akuzat, po nxjerr një realitet krejt tjetër, po nga ana tjetër ka krijuar një shgënjim shumë të madh te publiku i Kosovës për njerëzit që kanë duruar deri tani, sepse për hir të vërtetës, komandantët e luftës mbas asaj që ndodhi në Kosovë, që dorëzuan armët, ishin të detyruar të dorëzonin armët, ata u kthyen në pronarët e ri të Kosovës dhe pjesa më e madhe intelektuale më besoni që ka vuajtur jashtëzakonisht shumë. Ishte merite të ndjerit Rugova që ktheu diçka. Por lufta UÇK-s ka pasur idealistë shumë të mëdhenj. Domethënë jo thjesht ata që vdiqën, por një pjesë e njerëzve që sot janë të varfër dhe ti gjen nëpër Kosovë janë heronjtë të vërtetë UÇK-s. Nuk patën asnjëherë zë që të bërtisnin, nuk patën asnjëherë zë që të kërkonin më shumë, sepse në vend të tyre renden ata që s'kishin luftuar, renden ata të cilët kishin bërë sikur kishin luftuar. Në këtë rast situata është shumë e hidhur në Kosovë për diçka. Një pjesë shumë e madhe po gjen mundësinë që të shprehë të gjithë mllefin që ka me këtë pasurim të njerëzve të UÇK-s ndaj këtyre 4 individëve. Goditjet më të mëdha i ka marrë për shembull Recep Selimi. Recep Selimi ka qenë shumë i akuzuar për manovrime të ndryshme, sidomos mbas luftës Kosovës. Dhe Tonika Gërvalla ka folur jashtëzakonisht keq për të. Dhe kjo ishte një nga arsyet që bashkëshortja e tij nuk e votoi kur u shpall kandidatura. Ndërkohë që zoti Krasniqi ka pas një pjesë idealizmi, po ka pas një pjesë të themi foshnjarake, që nuk shkonte duke treguar këtë pjesën e lavdive, po që në fund treguan të paktën që këto ishin pjesë të miteve që ata ngritën. Patjetër që i duhesh një mit si ajo që ndodhi me të famshmin Ademi Ashari, por se këtë mit t'ja u vishi edhe njerëzve të tjerë, kjo nuk shkonte. Dhe këtë po vuajnë sot, këtë po vuajnë sidomos PDK-ja. Po ta shikoni me kujdes, PDK-ja ka pas nga paradokset më të mëdha. Ishin të detyruar të merrnin pjesë në manifestimin e njerëzve të UÇK-s në Hag, e cila për hir të vërtetës u sfumua jashtëzakonisht nga autoritetet dhe deputetët që u detyruan të shkonin
dhe më shumë për atë sepse e dini që mas disa ditësh janë zgjedhjet lokale në Kosovë. Asnjëri nga ata nuk pati kurajën të dilte dhe të fliste, prandaj unë këtë lidh pak dhe me temën e parë që ju na treguat që individi shqiptar sot po e dorëzon lirinë, dhe po bëhet qesharak. Dhe ata ishin aty dhe i fshiheshin kamerës. Ata njerëz që në Kosovë nuk lënë skut ose vend që ti dalin para kamerës. Dhe ç'është më e keqja, ka një kënaqësi të madhe në Kosovë që ata njerëz janë hak, po mbi të gjitha një gëzim shumë të madh që UÇK-ja nuk ka pas atë që thonin. Demitizim. Por ky në mendimin tim është shqetësim për ne shqiptarët. E para që ne në çdo moment ne mitizojmë dhe e dyta nuk kemi këtë. Po nuk kam mitizon ben. Patjetër, po jo në këtë sens kaq shpejt. Patjetër ty të duhen mitizime se duhet mbash luftën. Për shembull Stalingrad ju e dini që rusët kanë ngritur mite të ushtarëve që nuk e kishin atë, por pastaj e mbajtën. Për shembull është ai snajperisti i famshëm që u bë i famshëm mbas mitit, sepse i duhej. Po jo të jetosh me mitin pa bërë mitin. Dhe të them një element për shembull, kohën e luftës Kosovës, fillimet i kam kaluar në Kukës. Dhe unë shikoja njerëz të UÇK-s që ishin të veshur për paratë, ndërkohë që njerëzit që vinin nga Kosova ishin të cfilitur. Dhe kam pyetur njerëz që vinin nga Malisheva, në atë kohë Malisheva ishte pjesa ku besoi që ishte shtabi i UÇK-s, dhe tekstualisht kam marrë të përgjigje ku është. Ma thuaj ti ku është UÇK-ja. Ndërkohë që ka individ shumë nga Shqipëria që kanë kontribuar, dhe mua më vjen mirë ju keni marrë disa, kanë të tjerë që nuk shfaqen. Kanë të tjerë që kanë veshur armë të uniformën e këmbësorisë dhe kanë luftuar dhe kanë këshilluar dhe nuk flasin. Nuk flasin sepse është një parim i madh, sidomos i ushtarakëve që ndihma nuk tregohet ose kontributi për një çështje të madhe. Të gjitha këto me Hagën e kanë futur Kosovën në ullkryq, por kriza është kaq e madhe, politike, morale dhe mbi gjitha kriza e besimit, sa ta të katër tash nuk bëjnë më përshtypje në Kosovë. Ma besoni këtë, nuk bëjnë më përshtypje në Kosovë. Dhe ato mitingjet e mëdha janë mitingje për të mbajtur identitetin e njerëzve të cilët janë shtrënguar fort mbas UÇK-s, sesa realisht mbas një ideje të madhe. Sepse njerëzit e Kosovës dinë realisht ata që kanë kontribuar për vendin. Dhe ata më besojnë. Janë njerëz të cilët janë... Në fakt, doja të merrja një përshtypje telegrafike, do kemi kohë të bëjmë një emision më vete për këtë, të shohim në disa dëshmi tjera të mbrojtjes. Landi, të falenderoj që ishe me mua. Faleminderit ty tani, kënaqësi. Faleminderit Ben që ishe me mua, faleminderit dhe juve që na ndoqët natën e mirë.